Së pari, një mirënjohje të pak u fishme ndaj jush, burra dhe gra guximtar, ju keni lënë çdo gjë për të përfaqësuar zërin e shqiptarëve në një ditë të zezë të historisë tonë. Keni ardhur këtu në mbrojtje të kushtetutës, në mbrojtje të dinjitetit njerëzor, në mbrojtje të interesave të çdo qytetari shqiptar nga një organizatë kriminale e cila përdor pushtetin e grabitur për të mbrojtur vjedhjet dhe krimet e veta. Të dashur miq, sot Edi Rama, kreu i organizatës kriminale, shënoi vetvrasjen e tij politike, shënoi fundin e tij politik. Firmosi të drejtën e shqiptarëve për ta nxjerrë me të gjitha mjetet nga pushteti i krimit. Sot ai nuk votoi për Lumi Ballukun, votoi për veten e tij, votoi për të mbrojtur vjedhjet që ka bërë, krimet e shëmtuara që ka kryer. Miq, në historinë kombëtare nuk ka patur njeri me standarde më të ulta njerëzore se ky njeri. Por theksoj prap para jush, është puna juaj, është qëndresa juaj, është protesta juaj, kryebritja juaj, që bëri që sot ai të dalë parambar shqiptarve si qeveritari më i poshtruar,